Gjykata e apelit posaçëm ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë ndaj Eria Agos, ish partnere e Safet Bajrit, duke e liruar nga qelia dhe duke e dërguar në arrest shtëpie. Vendimi erdhi pas vlerësimit të kërkesës së mbrojtjes, ndërsa Ago prej marsit të këtij viti mbahej në paraburgim. Eria Ago dyshohet se ka luajtur rol ndihmës në vrasjen e Fatbarlicit, ngjarje e ndodhur në gusht të vitit 2018 në lagjen Kiras të Shkodrës. Sipas hetimeve të SPAK, ajo rezulton të ketë drejtuar njërin prej makinave të përdorura nga grupi që kreu atentatin. Për vrasjen e Fatbarlicit, SPAK ka ngritur akuzat të rënda ndaj Safet Bajrit, Behar Bajrit dhe Astmer Bilalit, mes tyre vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim nga një grup i strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. Motivi i arrestimit sipas organit të akuzës lidhet me dyshimin e Behar Bajrit se Ibrahim Lici kishte ekzekutuar një pjesëtar të grupit të tyre. Ish policin Boran Burçana me 15 korrik 2018. Burçana u vra në makinë bashkë me partnerin e tij Silvin Doci, ndërsa fëmia 3 vjeçar shpëtoi pa lëndime. Vendimi i apelit pritet të ndikojë në vimin e hetimeve dhe procesit gjyqësor, ndërsa SPAK vijon të thellojë hetimet në aktivitetin e grupit Bajri dhe rolin e secilit prej të dyshuarve në ngjarjen e rëndë të vitit 2018.